Laboratori i analizave në Spitalin Rajonal të Fierit tashmë do të ofrojë shërbim më të specializuar për pacientët. Kjo fal një sponsorizimi prej 16.000 eurosh të bankës Raiffeisen, që ka bërë të mundur blerjen e njësër aparaturës spitalore që janë në domosdoshmërinë e laboratorin e analizave. Pajisjet e reja si rorator gjaku, mikroskop, fotometër do bëjnë të mundur një shërbim më të kualifikuar për pacientët, ndërsa drejtoresha e Spitalit Fier, Antoneta Dhima, shprehet se laboratori i analizave është një ndër sektorët që përballet me fluks të lartë pacientësh dhe ardhja e këtyre aparaturave do jetë një ndihmë e madhe për bluzat e bardha. Në bazë të statistikave që ne kemi, për vitin 2012, pranë laboratorit janë bërë gati 200.000 analiza në vitin 2012, në vitin 2013 janë kryer rreth 220.000 analiza, vetëm për tremujorin e parë të vitit 2014 janë kryer rreth 75.000 analiza. Me ofrimin e këtij sponsorizimi, mendojmë që do të përmirësohet jo vetëm cilësia, por do të rritet dhe numri i personave të cilët do të bëjnë analizat pranë Poliklinikës Qytetit, duke mos patur kosto shtesë në ambiente të tjera. Të pranishëm në ceremoninë e përurimit të këtyre aparaturave ishin edhe drejtues qendror dhe rajonal të bankës Raiffeisen, të cilët premtuan se ky nuk do të jetë investimi i fundit në këtë spital.